Publike prokurorit të Tiranës Arend Shela për hetimin e penal që është me numër 6791 të vitit 2023. Po bëjnë 3 vjet që nuk bëhet asnjë lloj hetimi. E ka pas, në fillim fare, ka pas prokuroria Manjola Martiri. E majti kjo nuk po boni asnjë lloj hetimi, e hoqi vettingu. Mas sajt e ka marrë Afrim Shehu. Edhe Afrim Shehu nuk ka bë asnjë lloj hetimi. Me ja paçu mentor Kullollit, mentor Kullolli i kom dorëzu gjithë letrat në komisariatin e Lundrës dhe nuk ka bë asnjë lloj hetimi. Prandaj mentor Kullolli, me që nuk bojte hetim, Metr Mullaku e çoi në Durrës për e ngriti në detyrë ke porti i Durrësit, mentor Kullollin. E mori Drenush Kosta. Edhe Drenush Kosta nuk ka bë asnjë lloj hetimi. Para Drenush Kostës ja dhën Isa Ahmetaj, oficeri i policisë gjyqësore në komisariatin në pikën e Lundrës, por sa po e mori dosjen Isa Ahmetaj, këto e larguan nga, e transferuan, e çuan në, si mas, ai filloi me bë hetim, thot si do bëj hetim të thelluar. Sa mori dosjen, hapi kapakun e dosjes, Isa Ahmetën e transferuan në Fier. Kjo është policia dhe prokuroria e Tiranës që po na çojnë drejt vetgjykësisë. Kurse Drenush Kosta dhe mentor Kullolli nuk kanë bë asnjë lloj hetimi. Shkuan çun letër Drenush Kosta në hipotek për të kontrolluar si e ka marrë Erekli Koçollari dhe Sami Sula dhe të tjerë tokat, por bom edhe ne, unë Halim Shehu, por na kthyn përgjigje se do t'ja çojmë prokurorit. Nuk i kanë çuar as prokurorit as i jo, prandaj tani edhe Afrim Shehun e hoqi vettingu, se këto caktojnë njerëzit që janë të korruptuar, i caktojnë në çështjet e mia, me mbret kriminalat. Por dje u bë një tragjedi e madhe në gjykatë. Prandaj i bëj thirrje Arend Shelës, do vi një ditë, e kom deklaru më të madhe si do bëjmë vetë gjyqësi vetë, se prokurorët nuk punojnë, po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Të shti e ka marrë prokuroria Esmeralda Keshi. Kom shku 3-4 ditë atje dhe nuk më tako fare. Kurse Erekli Koçollari hyni me gjithë një tjetër avokata që ishe, ata e pranojnë, kurse mu nuk është e para prokurore, kym 2000 e deri më sot, që nuk më pranon në zyrë. E kanë bërë 7 rrëthim për mua. Por i bëj thirrje Arend Shelës, si nuk e di ku e kanë quë në dosjen time, a ke policia aty, po unë kom pranu, e kom deklaru me të madhe, se çështjen time në prokurori nuk e pranoj, se gjithë ato janë që mbrojnë kriminalat. Duhet çështja ime të shkoj ke oficerët e Lundrës, drejtin
Drenush Kosta. Se ky e ka pas, ky ta ndjeki dhe këto kanë bo, po të bëhen si kanë hek në i letër në jo, do majnë përgjësi mentor Kullolli dhe Drini Kosta kur të bëjmë ne vetë gjyqësinë. Se atëherë do hapen gjithë letrat edhe shifet pse na ka qut prokuroria drejt hetësi, vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj nga gjithë institucionet, nga kryeministri si ka qitë edhe një urdhën, kush ka bërë dërtim pa leje, të sekuestrohet dhe të shkojnë përpara drejtësisë. Prandaj prokuroria rënë çela të bëj takim me Esmail Takeshin dhe të vënë durët se mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Se këto prokurora, këto i caktojnë vetëm ata nuk e di, i bëj thirrje të gjithë, kush e njeh këtë Esmail Takeshin, është e vjetër, a ka kalu vettingun, se këto caktojnë vetëm ata si janë, si nuk kanë kalu vettingun, i caktojnë ke mu, i leni sa i leni dhe i hek vettingu. Prandaj, një ditë këto do thirren prap kur të bëj unë vetë gjyqësinë. Po thomi se inshallah ka shtet si mos shkojmë ke vetë gjyqësia. Se unë nuk e lej Rekli Koçollari në të tjerë çfarë ka dosi aty, si bëhet. Kurse për brektarin e Petrelës, Ylli Kupin dhe kryeplakun e fshatit Ilmi Aga, Ysni Kurçikun, si i kanë dhënë tokën time, ato do majnë përgjësi. Se Ylli Kupit ja jep të ke toka vetë, si ka morë, si ka tokë në vetë, jam tokë time. Si na ka fut më grinje dhe prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Jo, vetë gjyqësi. I bëj thirrje publike edhe ambasadës amerikane ta shikojnë se me mu kjo prokurori po na çojnë drejt këtë popull, po e çojnë drejt vetë gjyqësisë. Nuk të vret njëri kot, po nuk bëjnë hetime. Këto mbrojnë kriminalet dhe populli i ka shku thika mund palcë. Prandaj kërkojmë vetëm drejtësi. I bëj gjithëve ambasadëve si janë këtu në Tiranë të vënë dorë se këtë popull drejtësia po e çon drejt vetë gjyqësisë. Do Zoti si bëhet në jo si mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Pastaj do të ronditet gjithë, si që të rondit dje me gjyqtarin si e vranë në salën e gjyqit, kështu po na çojnë në këto prokurora. Prandaj i bëj thirrje edhe gjyqtarëve, ka gjyqtarë të ndershëm, ka edhe gjyqtarë që janë lidh me kriminalet. Prandaj i bëj thirrje të gjithëve si mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Se do të rënditet, pastaj do merren, jo pse u vraj, jo pse, pa e bëj publike në shumë herë. Prandaj Aren Çela duhet të shofi me vëmendje se po na çon drejt vetë gjyqësisë. E kom deklaru me të madhe, prokurori nuk ka. Prokuroria po na çon drejt vetë gjyqësisë. E çështjen time ta çoj në komisariatin e Lundës ke Drenush Kosta. Ju falenderoj, inshallah Zoti tjetë me ne që mas shkojmë drejt vetë gjyqësisë. Faleminderit, Zoti e bekof Shqipërinë pa kriminala e pa që kanë rjep këtë popull të vite. Ju falenderoj shumë.